Vendimi i gjykatës së apelit për dyfishimin e dënimit me burg për dy ish drejtorët e Spitalit Klinik të Tetovës, Florin Besimi dhe Artan Etemi, ka nxitur reagime. Ish drejtori ekonomik i Spitalit Artan Etemi vendimin e cilësoi si politik, ndërsa drejtësinë selektive. Drejtësi selektive me motive politike dhe etnike. Ky është përshkrimi im para gjykimin e gjykatës së apelit në Gostivar. Nuk u ngrit procedurë ndaj atyre që porositën, ndërtuan dhe mbikëqyrën ndërtimin e spitalit modular. Ne e pranuam si donacion nga Ministria e Shëndetësisë. Është etnik sepse të akuzuar jemi vetëm 2 shqiptar, ndërsa ministri Filipçe, firma ndërtuese e Angjushevit, as që u hetuan sepse i mbrojti dikush. Ish drejtori Florin Besimi thotë si janë dënuar të gjithë ata që nuk kanë pasur lidhje me ndërtimin e spitalit modular. Vendimi i parë i gjykatës së Tetovës për dënimin me kusht në bazë të ankesës son u kthye në rigjykim nga gjykata e apelit me arsyetimin se nuk kishte bazë për dënim, ndërsa e njëjta gjykatë mbi bazën e të njëjtit gjykim, jo vetëm që e pranoi vendimin për dënim efektiv, por madje e rriti ato në 3 vite burg efektiv. Kjo është indikative dhe kërkon përgjigje. Nuk mund të dënohem për aparate dore për fikjen e zjarit, të cilat edhe sikur të kishin qenë aty, nuk do të mund të shërbenin për të ndërhyrën ndaj një zjarri të atill, i cili ishte pasojë e mënyrës së ndërtimit të objektit. Etemi dhe Besimi parlemëruan se do të ankimojnë vendimin e apelit për dyfishimin e dënimit.